sa merresh me jetën time personale dhe merresh mi marrë gjërat e mia personale, unë ja kisha jep një këshill, falë zojës fjalë që s'pja dija se emrin, është mirë mu marrë me një gjë shumë të mirë vullnetare, me bo një humanitet, se sa m'ja bajt galin të tërkuj. Kur fillon mesazhi prej personave publik, me influencë, që ti mundesh me bo diçka mirë, ti mundesh me dhuru dikon qoftë edhe në mënyrë vullnetare. Une nuk kom qenë shumë rrjedha edhe po m'vjen shumë keq që po e them, po me hy në familje ma të thellë edhe me pa në çfarë gjendje jetojnë shumë familje, me të vërtet është une ka ditë që nuk vinë veti emocionalisht edhe më rrin para syve ajo gru, ata fëmijë qa muj me bo, qësh muj me bo diçka me i socializu. Ka shoqata të autizmit, për shembull, ka shoqata të ndryshme se s'po du mi cek me emna, që jenë të lanën anash që jemi si shoqëri shumë inferiore ndaj tyne, që si inkuadrojmë shoqëni, çka muj me bo nas, për shembull, si shoqëni, pse shoqatat, për shembull, me bo një vend, ku këta njerëz kanë një vend rekreacion, ku luajnë, ku shkollohen, ku përqyë mesazh. A kujdes për çdo komuna dhe qeveria, a njerëz individat e caktuar? Po, të gjithë së bashku. Të gjithë. Që kjo është se ty du të me dalë dikush me ta qitë në paqe tonë shoqërisë. Nuk është që këto nuk janë vendet institucionet, për shembull, po ty për autizëm, për shembull, merret terapia ose gjanat e tyne, po ty ata nuk kanë një vend ku luajnë. Ata nuk kanë një vend ku e kanë rekreacion, kur mbledhen. Si shoqëni, që kjo është inkuadrimi, edhe mos me i bo, mos me i bo. Ka pas edhe artista dhe njerëz të thjeshtë që kanë ndihmuar, ma prapë se prapë s'kanë reagu. Do të thonë, na po jetojnë në një vend që edhe shumicës është që intereson edhe nuk e marrin qatë iniciativë. Sa do ti tregoj, sa do shfaqe, njerëzve nuk është të interesu shumë për tjerë. Jo, interesant, se na jemi shoqëri shumë e ndihshme, edhe me pa diçka, ose me pa një rast që kjo është vetë sa më rri me qitë në pa edhe mënyrën e duhur. Nëse më rrin ti me qitë në pa edhe mënyrën e duhur, absolutisht jemi popull shumë human, shumë bujar, shumë zemërgjer. Une kom pa raste, për shembull, ndoshta as për veti nuk ka pas o mundu në 10 euro, 20 euro mja që një familjen e nevoj. Që kjo është bujaria. Po flasë për komunën, e për këta që se kanë marë parasysh heq, për shambull, për që shkollën, shkollimi. Kështu që na bon, vetë si popull jemi solidarizu shumë. Na duhet që kjo është shakë dhe me thonë. Na kur dosh diçka që ndodh, diçka që e shojmë me sy, na me një jena aty. Jo, po për ato pedi, më fola për shkojmë deri te pika më kryesore sa që e çojmë deri në fund. Është një mënyrë për shembull që sa merresh me jetën time personale edhe merresh mi marrë gjërat e mia personale, unë ja kisha jep një këshill, falë zojës fjalë që s'pja dija se emrin, është mirë mu marrë me një gjë shumë të mirë vullnetare, me bo një humanitet, se sa m'ja bajt galin të tërkuj. A kemi ndëgju në herë ti që ki bo ndihmë humanitare? Që ki dhonë? Une nuk jam dalë asnjëherë. E ku e dim pra une që nuk më bo? Jo, po ta jepi si këshill me përdor zanin tënë. Jo, zanin tënë me përdor. Me përdor zanin tënë. Një shumë mirë që ki po sukses në serialin turk, se qenë edhe aktore në jetën e përditshme. Kështu që, po kur aktore në jetën e përditshme, nuk mundesh me korë sukses në fajtë filma. Absolutisht, disa gjëra janë me të lindur e dashur. Që ku ta falë zotit talentit, faleminderit zotit. Jo, mundova me të këshillu që kohën edhe hapësirën televizive është ma mirë me shfrytzu për gjana të mira, e me përqu mesazh të mirë, kështu që... Faleminderit edhe për tyre.